Flini gjumë me çorape. Zhdukni si zakon. Ja çfarë të keqe po i bëni vetes. Nëse deri më tani keni fjetur me çorape gjatë natës, na lini t'ju themi se keni vepruar gabim. Është mirë ta bëni këtë her pas here kur keni ftohtë, por mos e bëni shumë shpesh, sepse ngadalëson qarkullimin e gjakut dhe mund të shkaktojë në disa infeksione të lëkurës. Çorapet i mbajnë këmbët të ngrohta, gjë që mund të rrisë përkohësisht qarkullimin e gjakut, por nëse mbani çorape për një kohë të gjatë, efekti është i kundërt dhe rrjedhja e gjakut zvogëlohet. Po kështu kushtojini vëmendje llojit të plurës nga të cilat bëhen çorapet. Materiale sintetike të tilla si poliestri ose nailoni nuk janë të rehatshme për lëkurën dhe nuk lejojnë që këmbët tuaja të qarkullojnë edhe ajrin. Dërsitja e natës është mjaft e zakonshme nëse flini në mbulesa të rënda. Mjedisi lagësht dhe këmbët tuaja mund të krijojnë bakterie më të mëdha dhe infeksione të lëkurave të këmbëve dhe myk të thonjve.